apo kryetari i Bashkisë së Tiranës, i cili ndodhet në burgun e Durrësit, zoti Velia, kishte bërë një lobim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo kundra SPAK-ut, po kundra personave të veçantë, pra prokurorit, i cili po heton dosjen e zotit Veliaj dhe familjarëve të tij. Pra kishte bërë një lobim të veçantë. Dhe këtu është një provë, është një fakt që këta luftë nuk e kanë me SPAK-un si institucion, se ata e kanë krijesën e vet. Ata e kanë me persona të cilët janë duke bërë punën drejt dhe qartë. Dhe qartësisht duan që këta persona të mos jenë pjesë e strukturës së SPAK. Këta duan që të jenë persona të ulur dhe të mos bëjnë pra sikur po bëjnë drejtësi, sikur po bëjnë hetime, po të mos t'i godasin këta. Qartë. Zoti Myrtollari, nga ana tjetër, në krye të strukturave që duhet të luftonin krimin, që ndrojnë njerëz që sot ashtu si kemi mësuar për dalim në përgjime në dosje hetimore, por edhe në skema mafioze. Mendoni se një shtet mund të funksionojë normalisht kur drejtuesit e institucioneve kyçe pra të sigurisë dalin në këtë dosje hetimore dhe në përgjime? Fatkeqësisht unë jam nga ata njerëz që mendoj që shteti ka rënë. Këtu të gjithë duke marr rastin prapë i referohem policisë së shtetit, një oficer që dëshiron ta bëjë punën me drejtësi dhe do të jetë i drejtë me atë që ka rënë dakord parimisht me veten e vet edhe me kontratën e punës apo për të shërbyer shtetit së drejtës, e ka shumë të vështirë në këtë lloj ambienti, sepse ai dekonspirohet pa shkuar informacionit tek shefi i tij apo pa shkuar akoma më lart, nuk ndjen të lirë, duke parë këta drejtuese që kanë lidhje të drejtë për drejtë me bandat, me krimin organizuar, që informacioni shkon përpara atyre sesa të ekzekutohet. Askush nuk ndihet i lirshëm për të bërë punën e tij. Këtu nuk ka vullnet politik për ta sulmuar krimin, edhe sigurisht që personat e ndershëm e kanë shumë të vështirë të mbjetojnë. Pastaj do dalim tek kjo gjendje ku jemi sot, ku krimi organizuar ndihmohet nga policia më tepër se sa, domethënë ata që duhet ta luftonin, ata janë krau i tyre dhe është shumë e vështirë që të kemi një shtet në këtë lloj situate, në këtë lloj gjendje. Është shumë e nevojshme që të ketë një ndryshim edhe në rastet ku qeveria nuk tregon shenja që ka dëshirë të ndryshojë apo nuk ka dëshirë që gjërat të përmirësohen. Këtu pastaj është nevojë dhe domosdoshmëri që të jetë populli ai që e kërkon këtë dhe me format e tij më të ndryshme në një forma demokratike, duke filluar që nga reagime personale deri në protesta të mëdha dhe këtu do i ftoja shumë që të bashkoheshin opozitës, si e vetmja mënyrë për të qenë një grup sa më i madh për ta kundërshtuar këtë qeveri dhe mënyrën se si këta qeverisin. Ndërkaq së fundmi kemi parë edhe vrasje të cilat kanë mbetur pa autor dhe jo vetëm, dhe arretisje nga burgjet të sigurisë të lartë, i cili ishte edhe rasti i fundit që ne dëgjuam në Durrës, por edhe time të cilat janë mbyllur tashmë pa rezultate. A jeni dakord zoti Myrtollari se këto tashmë nuk janë më raste të izoluara? Sigurisht ka shumë raste sa ka ndodhur shpejt. Për të gjitha ngjarjet kriminale në Shqipëri, çojnë dhe na japin imazhin dhe pasqyrën që këtu krimi organizuar nuk luftohet, po përkrahet. Dhe ndoshta dhe specifikisht disa grupe të saktuara. Dhe për këtë arsye jam shumë i vetëdijshëm që këtu do ketë ngjarje të cilat të tjera në të ardhmen, nëse nuk do ketë ndryshime reale dhe serioze, do ketë ngjarje të tjera të cilat janë të pa zbuluara dhe ngjarje si ajo e Durrësit ku nuk kishte funksionuar asnjë lloj sistemi, pa duket qartësisht që ka qenë disa persona brenda institucioneve të shtetit, kanë qenë në ndihmë të autorit i cili u arratis. Sepse nuk mund të ndodhte të ndryshe një person i akuzuar për ngjarje kaq të rënda kriminale të kishte ato masa sigurie, nëse ato mund të quheshin masa sigurie. Kemi parë persona të cilët kanë qenë për të arrestuar për protesta dhe që kanë qenë me pranga në përduar. Jo më persona që kanë qenë të akuzuar për vrasje, të cilët shkojnë në spital shumë lirshëm vetëm me një policë. Domethënë, këto çdo person i logjikshëm që i shikon dhe i analizon, kupton që këtu ka pasur dorë persona të cilat janë të rëndësishëm brenda shtetit, brenda strukturave shtetërore, që kanë qenë në ndihmë të këtyre
E qartë. Zoti Mërtellari, nga ana tjetër, një koment për gjykatën kushtetuese, e cila ka marrë ndërkaq vendimin lidhur me kërkesën e kreut të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, mbi masën e arrestit shtëpiak dhe sipas informacioneve, gjykata kushtetuese i ka dhënë të drejtë Berishës në këtë rast se kozgjatja e mbajtjes në arrest shtëpiak ishte e tejzjatur. Si e lexoni ju të gjithë vendimin e gjykatës kushtetuese, pra që konsideron të tejzjatur masën e arrestit shtëpiak dhe nga ana tjetër, është ky vërtet sinjali për mënyrën se si janë përdorur masat e sigurisë në rastet e profilit lartë ashtu siç është zoti Berisha? Tani, ne e kemi thënë gjithmonë, domethënë gjatë kohës që zoti Berisha ishte në arrest shtëpiak, që kjo është një luftë që bëhet atij luftë politikisht për ta larguar nga terreni dhe për të mos qenë afër me Partinë Demokratike, për ta dëmtuar Partinë Demokratike dhe ky vendim sot vjen si një drejtë morale që fiton jo vetëm zoti Berisha, po opozita që ka qëndruar gjatë asaj kohe krah zotit Berisha dhe na jep një provë më tepër për të thënë që kemi qenë në krahun e drejtë, në krahun e duhur në atë moment. Tani vërtet kjo nga ana morale na jep një besim dhe na jep një të drejtë, por një drejtësi e vonuar është një drejtësi e munguar realisht. Dhe tashmë me luftën që është bërë zotit Berisha, është dëmtuar dhe Partia Demokratike. Sot Edi Rama është në mandatin e 4 të tij dhe në këtë rast drejtësia ka sado pak apo shumë pa dashur ta bëjë si një faktor që ka vendosur gjithçka, por ata kanë arritur dhe kanë ndikuar edhe në zgjedhjen e zotit Rama për mandatin e 4, duke sulmuar opozitën në tërësi me këto masa shtrënguese. Zoti Berisha ka qenë për 333 ditë i ngujuar pra në arrest shtëpie dhe ka qenë shumë larg duke e zhbërë dhe fokusin e opozitës Partisë Demokratike, duke qenë në mbështetje të liderit tyre, duke kërkuar lirimin e tij dhe duke mos vazhduar aktiviteti opozitar në një mënyrë normale të bërit opozit. Pikërisht kjo është një nga instrumentet që ka përdorur qeveria nëpërmjet drejtësisë për të arritur dhe për të ndikuar, për të goditur opozitën për të marrë mandatin e 4 dhe ne këtë e kemi faktuar dhe kemi dokumentuar më herët, por në këtë rast ky vendim i vonuar vjen si një provë ekstra morale për ne, për të thënë që kemi qenë në krahun e dur dhe në kohën e dur në atë moment. E qartë. Mirë, zoti Mërtellari, për të mbyllur pyetja e fundit, mendonin se i gjithë ky vendim tashmë krijon një standard të ri për raportin mes SPAK-ut dhe gjykatës kushtetuese, veçanërisht për çështje të cilat lidhen me kufizimin e lirisë personale dhe nga ana tjetër cili është dhe mesazhi që u jep ky vendim qytetarëve të thjeshtë? Të jemi sinqert, domethënë, në momentin kur ka, si të thuash, jo dakordsi edhe brenda institucioneve të drejtësisë, është gjë e mirë sepse nuk lejohet që të ketë shumë autoritarizëm, se gjithmonë një personi kur ka shumë pushtet, individi shkon drejt autoritarizmit. Edhe SPAK-u duhet të jetë shumë i kujdesshëm pra sistemi drejtësisë që kur jep masa shtrënguese të jenë të bazuara në prova dhe në fakte. Duhet të jenë jo për të prishur punë, po për të rregulluar punë. Dhe në rastin e zotit Berisha, duke ju referuar zotit Berisha, sepse çdo rast ka specifikat e tij, domethënë nuk mund të gjykohet çdo rast për të dhënë një ngjarje, një panoramë të përgjithshme. Në rastin e zotit Berisha ishte i akuzuar apo është i akuzuar për një ngjarje që ka ndodhur përpara 2013-s dhe zoti Berisha dhe Partia Demokratike nuk janë në pushtet për të prishur provat. Pra, as për të intimiduar dëshmimtarët nëse ka dëshmimtar. Ka ngjarje shumë të ndryshme, pra për të bërë një dallim midis rastit të zonjës Balluku në këtë rast, po e marr si shembull me zotin Berisha. Nëse zonja Balluku në këtë moment është zëvendës kryeministre, ministre e infrastrukturës, është qeveria në pushtet me 83 mandate, sigurisht që këta kanë aq shumë pushtet për të ndikuar edhe tek dëshmitarët dhe për të prishur provat, ndërkohë që zoti Berisha ishte një person i parrezikshëm
prova dhe fakte, do të them, thonjza, nëse drejtësia ka pasur në këtë rast. Pra, janë dy gjëra të ndryshme dhe mendoj që gjykata kushtetuese në këtë rast duhet me këtë vendim që ka dhënë, i ka dhënë një mesazh të gjithë prokurorëve të SPAK-ut apo të gjithë institucioneve të drejtësisë që duhet jeni shumë të kujdesshëm, pra mos përdoreni politikisht. Çdo veprim që do të bëhet, çdo veprim që do të kryhet, duhet të jetë konform rregullave dhe ligjeve. Në fuqi. E qartë. Mirë, zoti Mërtellari, kemi arritur në fund. Faleminderit shumë për të gjitha informacionet. Faleminderit juve. Ju falenderoj, kënaqësi. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e hënë, deri atëherë mirupafshim.